Këtë javë qielli nuk përshpërit, por dërgon një sinjal të qartë për 3 shenja, si një dritë që bie pikërisht aty ku duhet guxim për një hap të dukshëm. Energjia kërkon qetësi, vëmendje te mesazhi dhe një veprim të thjeshtë që ankoron ndryshimin në tokë. Nëse zemra ka pritur shenjë, kjo është koha për ta parë, për ta pranuar dhe për ta ndjekur me hap të qëndrueshëm, pa dramë, por me besim. Akrepi. Këtë javë energjia ndriçon hapur një temë që ka qëndruar nën sipërfaqe, një e vërtet e brendshme që kërkon të pranohet pa frikë dhe të shndërrohet në forcë të pastër. Shenja vjen si një dridhje e qartë në zemër, kur një bisedë apo kujtim ndizet pa pritur, mos e mbyll derën, është udhëzimi i saktë në kohën e duhur. Sinjali praktik është i dyfisht, tërhiq vëmendjen nga dramat dhe kthehet te kufit e shëndetshëm. Zgjidh një premtim personal që mbahet brenda 7 ditëve, sado i vogël, për të ankoruar ndryshimin. Në marrëdhënie, thellësia fiton mbi intensitetin e paqartë. Një pyetje e formuluar qetë do të sjellë sinjalin që kërkohet, jo një shpërthim emocionesh. Në punë, intuita zbulon çfarë vlen të ruhet dhe çfarë duhet lënë pas. Zgjidh një fushë ku je përpjekur kod dhe ridrejton energjinë në një pistë më të pastër. Rituali i javës, një shkrim 10 minutësh çdo mbrëmje me 3 fjalë kyçe të ditës dhe një fjalë falënderimi. Ky fokus i butë pastron mjekullën dhe i jep dritë vendimit të radhës. Shenja është e qartë, transformimi nuk kërkon dramë, por pranim të plotë dhe një hap të dukshëm përpara. Demi. Sinjali vjen përmes trupit dhe ritmit të tokës. Kur rutina ndihet e ngushtë ose e shpërqendruar, është thirrja për të rikthyer strukturën që sjell paqe dhe siguri. Shenja shfaqet në 3 forma: një propozim konkret që duket i thjeshtë, një ftesë për të ulur shpejtësinë dhe një zgjim dëshire për rehatim me kuptim. Fokusi kryesor është bollku i qetë, jo teprim energjie. Rregullo mjedisin e punës, thjesht so detyrat në bloqe të vogla dhe vendos një kufi të qartë ndaj shurmës digjitale. Në marrëdhënie, gjuha e prekshme e kujdesit, një gest praktik, një dark and growth, një orar i respektuar, hap zemrën dhe qetëson ankthin. Sinjali profesional, një mundësi e qëndrueshme kërkon pollën tënde me një plan minimal 3 hapësh, fillim, verifikim, dorëzim. Ruaj ritmin ekonomik dhe vlerëso me sy të ftohtë përfitimin afatmesëm. Rituali i javës, porosi e qartë për trupin, ujë, gjumë, lëvizje të lehtë dhe një listë 5 pikash mjafton kaq që pritet të përfundohet për të shmangur shpërbërjen e fokusit. Shenja është e qartë, stabiliteti nuk vjen pas suksesit, e sjell vetë, si themel i dukshëm i çdo hapi tjetër. Ujori. Shenja vjen në formën e një ideje si shkëndij që selë mendjen rehat derisa të marrë formë të thjeshtë dhe të komunikueshme. Është koha të përzgjedhësh një rrymë ndër shumë dhe ta ndjekësh deri në një prototip ose veprim minimal që shihet e preket. Sinjali i qiellit për këtë javë është bashkëkrijimi. Kërkon një partner ose një hapësirë ku flet backu, është i sinqertë dhe i shpejtë, pa rituale të ndërlikuara. Në marrëdhënie, liria dhe afërsia nuk janë në konflikt, po të vendosen rregulla të qarta komunikimi. Një bisedë e përditshme me strukturë të shkurtër, si ndjehem, çfarë dua, çfarë propozoj, shmang keqkuptimin dhe rrit afërsinë. Në fushën profesionale, shndërro idenë në eksperiment 48 orësh. Përcakto hipotezën, një metrik të vetme suksesi dhe një afat mbyllje. Pastaj ose e rrit ose e lë pas pa faj. Rituali i javës, 15 minuta vizualizim në mëngjes me frymëmarrje ritmike dhe 3 fjali që vendosin tonin e ditës. Në mbrëmje, një rresht për atë që funksionoi. Shenja është e qartë. Universi flet kur ideja merr tokë, bëhet të thjeshtë, të dukshme dhe të ndashme dhe rrjedha hapet vetë. Nëse mesazhi preku diçka të vërtetë, zgjidh një fjalë kyçe për këtë javë, qetësi, guxim, qartësi dhe mbaje me vete si busull. Për udhëzime javore të qeta dhe të thella nga zëri i universit, abonohu dhe ndis njoftimet. Këtu qielli bëhet më i kuptueshëm, një hap çdo herë.